si pikë 7 e rënit të ditës, ashtu si keni edhe në agjend, që e keni marrë paraprakisht, pra për hir të opinionit publik, me qenë se kam kryesuar edhe me komisionin për çështje normative, deri para për një javë kur edhe kam dhënë dorëheqje me marrjen e mandatit të kryesuesit të Këshillit, e në Këshill janë proceduar një numër i madh i rregulloreve, të cilat kanë rezultuar si rezultat i plotësimit ndryshimit që ka hyrë në fuqi në Këshillin Prokurar të Kosovës nga muaji qershor i vitit të kaluar. Prandaj tani do të kemi disa rregullore të cilat do t'i shqyrtojmë këtu dhe natyrisht të shohim nëse ka vend ndoshta për ndonjë plotësim eventual që mund propozojnë anëtarët. Prandaj si pikë 7 e rrethit të ditës, ashtu siç jeni të informuar paraprakisht, është rregulloria për organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit Prokurar të Kosovës dhe shtojca A, sepse kjo rregullore përmban pra edhe një shtojcë A. Tek kjo pikë pra kemi këtë rregullore me shtojcën A dhe duke pasur parasysh atë që thash, të gjitha këto ndryshime ligjore që kanë ndodhur dhe me hyrjen në fuqi të këtij ligji, pra kjo ka reflektuar edhe në shumë ndryshime të akteve në ligjore të Këshillit, të cilat është dashur pra që menjëherë të ndryshohen nga Komisioni për çështje normative me qëllim të harmonizimit me këto ndryshime ligjore. Dhe njëri ndër aktet në ligjore ka qenë po ashtu edhe kjo rregullore. Andaj duke qenë se unë jam do të thotë në atë kohë kam qenë edhe kryetari i Komisionit për çështje normative dhe tani më nuk e mbaj atë pozitë dhe nga pozita e kryesuesit nuk do të merrem me çështjen e shtjellimit të këtyre rregulloreve, kam përpunë nga zëvendësi im, respektivisht zoti Dardan Krasniqi që të prezantoj pra këtë rregullore sikurse edhe të tjera. Dardan Vuniqi. Unë para jush sot do të shfletoj 4 rregulloret, natyrisht që referimin do të shkoj për secilën rregulloreve që veç. Fillimisht po referoj rregulloren për organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit Prokurar të Kosovës. Rregulloria për organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit Prokurar të Kosovës ka kaluar të gjitha filtrat procedurale, ajo është shqyrtuar nga Komisioni për çështje normative dhe pastaj ka kaluar edhe fazën e dëgjimit publik ku të njëjtës janë nënshtruar dokumentet përkatëse dhe janë përcjell natyrisht te Komisioni për çështje normative. Kjo rregullore është strukturuar në 7 kapituj dhe përmban gjithsej 40 nene në të cilat përcaktohen detyrat dhe përgjegjësitë e Këshillit, kryesuesit, zëvendës kryesuesit, Komisionit të Këshillit, drejtorit të përgjithshëm të sekretariatit, si dhe çështjet që lidhen me mbajtjen e takimeve dhe aktiviteteve të Këshillit. E njëjta përfshin dhe një shtojtë në të cilën përcaktohen detyrat e punës dhe kriteret për kabinetin e kryesuesit dhe zëvendës kryesuesit së bashku me një organogram. Rregulloria ka qenë një natyrë urgjente me qëllim të harmonizimit të drejtë për drejtë me ligjin për plotësim ndryshimin për Këshillin Prokurar të Kosovës. Prandaj edhe kjo rregullore si të 3 rregulloret kanë qenë të natyrës urgjente në mënyrë që të fillohet puna e Këshillit Prokurorial dhe natyrisht të funksionalizohen edhe komisionet përkatëse si komisionet të përhershme të Këshillit Prokurorial. Lidhur me komentet dhe diskutimet që kanë qenë me rregulloren, ka qenë një prezent edhe kryesuesja në cilësinë e kryetarit të Këshillit Prokurorial, kryesuesit të Komisionit për çështje normative familje. Kam 2 propozime. Propozimi im i parë është që nenit 17 të kësaj rregullore t'i shtohen 2 paragrafe, rrjedhimisht paragrafi 6 dhe 7 me tekstet si në vjen. Paragrafi 6 t'i shtohet: anëtarët e Komisionit përhershëm do të kompenzohen për punën e tyre në komision sipas rregullores përkatëse për kompenzim. Si dhe paragrafi 7. Sekretarët e komisioneve të përhershme të Këshillit do të kompenzohen me 100 euro në muaj për aktivitetin e tyre në komision. Si dhe tek shtojca A, propozimi i radhës. Lidhur me kabinetin e kryesuesit dhe zëvendës kryesuesit, të plotësohet ndryshohet pjesa e kritereve të kërkuara mbi bazën e dispozitat të ligjit për zyrtarët publik, rrjedhimisht nenit 9, ku sipas këtyre dispozitave, sa i përket kategorisë zyrtarit publik, zyrtarit kabinetit, ligji nuk parasheh kriteret të detyrueshme për provojën dhe emërimin, por e citon që emërimi mund të bëhet drejt për drejt nga titullari i kabinetit në bazë të vlerësimit të tij, pa qenë nevojshme plotësimi i kushteve të përputhshme dhe të përcaktuara për zyrtarët publik, si dhe fjala mirëmbajtje te kompetencat e tij të zëvendësohet me fjalën mbarvajtje. Mirëmbajtje punës së zyrës të zëvendësohet me fjalën mbarvajtje punës së zyrës. Këto janë propozimet e mia për këtë komision.
me çështjet që i ngriti Miloti, pajtuam në ato teknike që ishin. Me gjitha, përveç me propozimin që janë në non, se përket përgjegjësisë penale edhe civile, i propozoi Miloti me shti edhe shkarkimin apo shkarkimi për mendimet e shpreha. Mendoj që nuk e kovani këtu, për më tepër anëtarët e Këshillit, e sidomos anëtarët e organeve kolegjiale mbojnë përgjegjësi për veprimet të cilat janë të kundërlishme dhe ato nuk mund të jenë bazë ose të mbulohen për shkak të pamundësisë shkarkimit. Ky argument ekziston në gjykim gjykatës kushtetuese. Një anëtar i Këshillit, s'po përmend me emër, është shkarkuar dhe gjykata kushtetuese shkarkimin tjetër ka konsideruar që është kushtetues, sepse supozohet që organet marrin veprime të lehtëshme dhe të drejta dhe normalisht që nuk mund ndiqet për çështje penale e civile, por për veprime brenda mandatit, e të cilat janë kundërshtim me ligjin, po anëtar mund të shkarkohen nga funksioni. Prandaj nuk pajtohem që të ndryshohet për linjën non, në atë pikë, është ekuivalent me shumë trupa tjerë kolegjial, kështu që është i mjaftueshëm për të mbetur kështu që është. Për çështje të tjera pajtohena në gjithë. Faleminderit kryesuese, tani kur po flasim edhe të sa kërket shtesat kujdestarive për prokuror shtetin, ne kemi mungesë të buxhetit. Ashtu siç jeni të njoftuar, pothuajse vazhdimsi i Këshillit dhe të Këshillit paraprak, edhe ky tani, përfshirja e komisioneve apo pagesa komisioneve në këto komisione, edhe unë vlerësoj që duhet paguar, mirë po hendikep mbesin çështjen e buxhetit. Prandaj në situatë të tillë jemi duke u ballafaqur tash sa kohë dhe këtë vështirësi nëse ne na preket sa i përket pagesave për anëtarët e komisioneve apo sekretarët e komisioneve, atëherë është mirë të njoftoni tani që mungesa buxhetore është shumë e theksuar jo vetëm këtë kategori, po edhe kategori tjera. Kështu që kjo mund të përfshihet në rregullore, por sa do të mund ta zbatohet, është situatë që mund të diskutohet në të ardhmen nëse kemi buxhet shtesë nga ana e qeverisë së Republikës së Kosovës. E kam pasur para kontaktime me drejtorin e sekretariatit, edhe aty më është thënë që ka vështirësi megjithatë, besojmë që do t'ja dalim në këtë drejtim, dhe unë mendoj që ne ta fusim në rregullore, pastaj vlerësimin lidhur me këtë çështje e bëjmë, ndërkohë se bëhet fjalë aktualisht vetëm për 3 persona të cilët do të punojnë në këto komisione, pra të cilët do të punë shumë e vështirë, ndërsa angazhimi i tyre është përtej maksimal, si kisha thënë. Kështu që nuk është në impakt shumë i madh financiar, prandaj në fillimisht e kam pasur shumë fillestare për 150 euro dhe në koordinim me drejtorin e kemi ulçur shumë, ka marrë deri te propozimi i shumës 100 euro. Nuk bëhet fjalë për impakt shumë i madh financiar, por besoj që alokohen një edhe për pjesë të tjera të buxhetit të Këshillit Prokuroria, nëse veç na shfaqet si sfidë. Edhe përsëri nuk na ndalon kur gjë që ne ta bëjmë të cilë ndryshimin. Le të jetë si dispozita afirmative për punën dhe angazhimin e tyre. Nëse kemi të pamundur, në një mbledhje të radhës e shfuqizojmë këtë pjesë. Jam i mendimit që është edhe ti që pajtona në tërësi që janë goxha motori punës Këshillit kjo pjesë, mirë po nëse hym tash në obligime ata drejtat e tyre të realizojnë, nëse ju me tjetër përmes padine. Në anën tjetër edhe ishte edhe konfirmimi i drejtorit që buxheti është larg nevoja dhe pritjeve reale që i ka Këshilli, kështu që dhënë jam i ide se të shtyhet dhe ndoshta gjatë vitit nëse ka buxhet mjaftueshëm, mundemi që ta akordojmë një shumë kompenzimit në çfarëdo lartësie që varësisht buxhetit dhe të pagesat kryen në mënyrë retroaktive. Po të hym kështu në obligime ndoshta pa qenë sigurt nëse do të kemi buxhet mjaftueshëm, vetëm se do të hapim probleme vetes. Ashtu siç u tha pra deri më tani, jemi në situatë kur Këshilli është në vështirësi financiare për shkak të mungesës së buxhetit. Dhe nuk jam këtu që Këshillin ta fusë edhe në tutje në vështirësi, po pikërisht që të gjej rrugë që të eliminoj këtë vështirësi. Natyrisht që besoj se kjo do të jetë pjesë edhe mandatit tim, po dhe gjithë neve këtu që si Këshill të bëjmë përpjekje në rritjen e buxhetit, sepse ne jemi institucion i pavarur, po siç dihet buxhetin ne nuk e përcaktojmë, përcakton pushteti tjetër.
Prandaj në këtë aspekt unë po shpresoj se do të ketë rritje të buxhetit në çdo rishikim dhe çdo vendim që do të merret në të ardhmen, dhe në mënyrë që edhe obligimet tona aktuale që kemi, që fatkeqësisht me këtë buxhet që kemi nga viti në vit, po hym me obligime të vitit paraprak, nga ajo që kam kuptuar dhe nga Sekretariati i Këshillit Prokuror të Kosovës. Prandaj, meqense si çështje të tillë, unë kisha propozuar që kjo rregullore të miratohet sot në këtë këshill, kuptohet nëse do të gjenë mbështetjen e juaj, me ato plotësim ndryshime që i tham dhe u pajtua shumica prej nesh, përveç pjesës që ka të bëjë me pagesën domethënë propozuar nga ana e kolegut Ardan Bunici me të drejtë tash, sepse e thash edhe më parë nuk dua ta përsëris, për çdo punë shtesë, çdo zyrtar, pra duhet të ketë pagesë shtesë. Kjo është tani një standard i caktuar edhe me ligjin e pagave dhe legislacionin tjetër në fuqi që rregullojnë këtë çështje. Prandaj nëse kolegët kanë vullnet të pajtohemi që kjo çështje në momentin kur ndryshon çështja e buxhetit, respektivisht po shpresojmë në rritje të buxhetit të Këshillit Prokuror të Kosovës, atëherë si çështje të tilla ashtu siç u propozua nga ana edhe e drejtorit me një vendim nga ana e këtij këshilli, ti paguajmë edhe pra sekretarët e këtyre komisioneve ashtu siç është propozuar nga kolegu Dardan Bunici. Prandaj, përveç asaj pjesës që tha kolegu Dardan, ne hedhëm në votim këtë draft rregullore me ato plotësim ndryshime që u pajtuan të gjithë. Kush është për këto plotësim ndryshime dhe për këtë draft tani më të ndryshuar siç e diskutuam deri më tani? 4 janë për, kundër, nuk ka abstenim, e kemi një. Pra, kjo rregullore tani më është miratuar nga ana e këtij këshilli me 4 vota për, kundër nuk ka asnjë, abstenim ishte 1.